në botë, ma ki ke të botë. Vallaj, vali, inshallah, i me jaru zoti, inshallah. Si u puni. Lukuk munimi. Se jo, si ka toni keni thonë ma herët, po që, tash, kële jekëm ata për në kene. Wallahi, mirë, inshallah, një marë. Lavdi tonëve. Respekt. Kujtof që me merë. Lavdi që. Për të pëlqen. Ka rrugë. Qytetarët të Baballoqit të Deçanit dhe mbar Kosovës. I nderuari General Daut Haradinaj, kryetari i komunës Zotëri Bashkim Ramosaj, i nderuari komandanti Idris Balaj, të nderuar shoqata të dalura nga lufta në krye me komandantin Adin Mushkolaj, të nderuar në fundit. Ramiz Botushaj, Zenon Mataj, Nejat Humaj, Kujtim Çallakaj, Aslan Botusha, Milaim Gjoçaj, Avni Sinanaj, Agran Gjoçaj, Muhamet Bardhecaj, Dëmush Bardhecaj, Milazim Shala dhe Izet Beqiraj. Këton, ata kishin ëndra si çdo të ri, por zgjodhen që mbi ëndrat e tyre personale të vendosin një ëndër më të madhe lirinë e Kosovës. Fronti Baballoqit nuk ishte vetëm një vijë lufte, ishte një dritë shprese për gjithë Dugaxhinin, ishte një mesazh për gjithë botën se ky popull është i gatshëm të sakrifojë gjithçka për dinjitetin e vet. Djemt e Baballoqit shkuan disa herë në Shqipëri për të furnizuar armatim, shkuan atje për mbijetesë, për liri, për të ardhmen tonë. Në këtë rrugë të vështirë dhe të lavdishme, nuk mund të mos shprehim mirënjohje të thellë për komandantin e zonës së Dugaxhinit, Ramush Haradinaj, i cili me vendosmëri, guxim dhe udhëheqi i dha drejtim dhe forcë rezistencës sonë. Roli i tij dhe i bashkëpunëtorëve ishte vendimtar për qendresën dhe organizimin e luftës, jo vetëm në këtë zonë. Dhe sot, kur jetojmë të lirë, duhet ta pyesim veten, a jemi të denjë për sakrificën e tyre. Të jemi të denjë nuk do të thotë vetëm t'i kujtojmë në përvjetore. Do të thotë të ruajmë imunitetin, të ndërtojmë një Kosovë më të drejtë, më të fortë, më të drejtë për gjakun e tyre. Do të thotë që liria të mos jetë vetëm një fjalë për një përgjegjësi që e mbajnë çdo ditë. Nderuar familje dëshmorëve, bashkëftarë, që t'ju shoh sot prezant, sidomos vendas të Baballoqit dhe këtyre dëshmorëve që i kujtojmë sot, u tha edhe gjatë fjalimit se Baballoqi nuk është vetëm i luftës fundit, po qysh mas luftës dytë botërore në kohën e Oznës, kur dy prej burra më të mirë të asaj kohe u zhdukën, u dash pra edhe një gjysmë shekulli luftë për pjekje për me ardhur deri te liria. E gjatë luftës fundit, natyrisht se Baballoqi ka qenë një prej fshatrave, po thuj se në vitin e parë në Serbinë. Dhe jo rastisht Baballoqi Tirani smem kaq i madh. Pra sot i kujtojmë 14 dëshmorë, 14 burra që dhanë jetën për lirinë e vendit, por i kujtojmë të lirë. I kujtojmë pikërisht këtë vend ku ishte kthy në gjakderdhje për shqiptar, sepse suka e Baballoqit vot njështë njëjë se ishte vendi ku sulmohej pothuajse tërë Dugaxhini. Dhe nuk ishte pikë lehtë. Ju e dini, sidomos ju që i keni disa vjet, se pikërisht në këto zona, këto Perostovice, Gramanqele, Biteshe, Dhejtë, pjesa e Prijlepit, kanë ardhur edhe qindra luftarë për tanaonëve të Kosovës me mbrojt pikërisht këtë vend. Por barra kryesore natyrisht i ka ra Baballoqit. Prandaj sa herë i kujtojmë, e sa herë i nderojmë veten, e nderojmë vendin tonë, e nderojmë lirinë tonë, dhe natyrisht
e garantojmë se ky vend mos s'ka më shkel për qafirave që po shnun me shekuj. I përjetshëm qoftë kujtimi për dëshmorët e Baballoqit dhe për gjithë dëshmorët e kombit. Faleminderit shumë për sot. Ftoj për një fjalë rosti kryetorin e komunës të Tri Bashkim Ramosaj. Faleminderit shumë. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalitë veteranë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuara prore, komandant kësaj ushtrie, jemi sot në Baballoq me 21 prill që kujtesa jonë për Kamosha është tepër prezente dhe stash. Ajo që po du me shpjegu për ajush e që është tepër rëndësishme për mu dhe për mesazhin që kam e jap janë këta fëmijë, kjo gjenerat, kjo brezëri, që duhet për ditë më shumë me kuptu edhe ne si aktor të asaj kohe që ka ndodhur diçka tepër shajt, diçka tepër hynore. Dhe kjo tepër hynore ka një emër që është ushtria shkrimtare e Kosovës. Në këtë shenjë të ri, ne kemi pas një pris i cili ka qenë i devotshëm, që është Ramosh Haradinaj, që nuk është për ullë deri në qëllimin final. Është thënë edhe në emisione, edhe dokumentare, o dasht me pas në ndërgjegjen tonë, e në ndërgjegjen e një individi, e të familjes ti, që me u thy disa plakat tektonike, të vendime të maja që në marë në disfavor këti populli. Andaj ne sot e kemi vetëm një obligim, me i kujtu e me përkujtu ata njerëz, ata burra e gra që kanë bo sakrificë për më mri këtë qëllim që është liria. Dhe kjo liri duhet prap me qenë të devotshëm, me majt, me rujt. Të funit jam në obligim që për brezat të ri me bo një shtet model e një vend model. Lavdi dëshmorëve të kombit nga fshati Baballoqit, lavdi krejt tramve për liri, respekt për ushtarë të gjallë që janë sot për epror të kësaj ushtrie, që janë sot prezent e ata që janë edhe diku tjetër. Lavdi që dëshmorëve.